Mjeshtri i madh i kinematografisë shqiptare, por edhe i roleve në teatr, Robert Ndrenika, feston 75 vjetorin e lindjes. Modest, mjaft bashkëpunues me aktorët e rinj me të cilët punon dhe unik në llojin e tij. I madhi Robert Ndrenika, rolin debutues në kinematografi, e ka patur në filmin e regjisorit Hysén Akani, o shëtim në Bregdet në rolin e Gjergjit, për të vazhduar më pas me role të tjera që u kthyen në më të dashurat për publikun. Regjizori Ilir Harxhi, i cili ka bashkëpunuar 2 herë me Ndrenikën, veçon disa nga cilësitë e tij që e bëjnë aktorin e preferuar të shqiptarëve. Është nga aktorët më të disiplinuar që kam njohur, më profesionist dhe mbi të gjitha më i komportueshëm me të gjithë. Ndihmon shumë aktorët me të cilët ai punon, pra komportohet shumë mirë me të gjitha nivelet. Regjisorët i afrojnë shumë për të luajtur shumë karaktere, po ai në fundit është shumë selektiv dhe po ta shihni në gjithë krijimtarinë e tij ai nuk ka pothuajse fare role të ngjashme. Robert Ndrenika është ndër të pakët aktorë që njihet nga të gjithë brezat dhe admirohet prej tyre. Në llojen e tij aktoriale dallohet për vërtetësinë dhe ndërtimin e figurave komike me karakter popullor. Me respekt për aktorin e madh, ngjelet legjenda e artit tonë shqiptar, me shumë respekt, i shtoft jeta dhe 100 tjera. I urojmë aktorit tonë të madh edhe 100, le të ketë jetë sa më të gjatë në kinematografi dhe midis nesh. Mendim absolut, është një nga aktorët më të mirë që kemi dhe është fat që e kemi midis nesh. Në fakt është një nga aktorët e mi të preferuar. Është një nga aktorët më të mëdhenj që ka pas dhe do ketë gjithmonë kinematografia shqiptare. Edhe 100. Një jetë të tërë në kinematografi dhe teatr, së fundmi ai luajti edhe te filmi me metrazh të gjatë Tuneli, i regjisorit Ilir Harxhi. Ky fundit na tregon lidhur me këtë bashkëpunim dhe komoditetin që i ofrojnë Ndrenika gjatë xhirimeve. Ka luajtur shumë në teatr, ka luajtur shumë në kinema dhe në të dyja këto fusha, sepse kanë specifikat e tyre, kudo është quar. Është quar për profesionalizëm dhe mbi të gjitha për krijimin e figurave që mbahen më gjatë. Të mbushim kupat! Të dërve të vera e rakia lumë! Bëni qefë se sot martoj Gjinon djalin e vetëm! Është aktori më fantastik që unë kam njohur. Kam bashkëpunuar në 2 filma me të. Para disa vjetësh në një film dokumentar, 2 kohë, dhe së fundi në një film artistik metrazh të gjatë, ku ai kishte një nga rolet kryesorë. Ndihet gjithmonë ajo satira, ndihet gjithmonë mënyra se si ai zbërthen karakterin. Dhe për mendimin tim është fat që e kam mik dhe ka qenë fat që kam punuar me të. Përpos bashkëpunimit, kemi dhe miqësi shumë ngushtë. Edhe me qenë se kjo intervistë bëhet për 75 vjetorin e tij, në radhë të parë i uroj shëndet, se pastaj të gjitha tjerët ai ka. I uroj dhe krijimtari të mbar, sepse ai është në kulmin e pjekurisë. Horizonte të hapura, i teti në bronz, rrugë të bardha, koncert në vitin 36, një shoqe nga fshati, për radhë nga e kaluara e shumë të tjerë. Jam pikërisht karakteret në këto filma që e kanë zhderruar në ikon të kinematografisë. News 24 i bashkohet urimeve për aktorin e madh Robert Ndrenika.